Vazhdon bojkoti I mësimit në shkollën fillore Nikola Kareve të fshatit Nerov të komunës së Krushevës. Dashmir Jusufi, mësimdhënës dhe banori I këtij fshati, në intervistën për Alisat, tha se legalizimi I objektit të ri shkollor është I patjetërsueshëm për shkak të rritjes së natalitetit në këtë pjesë të Krushevës. Ai shtoi se ndërtimi I objektit të ri shkollor është bërë duke respektuar të gjitha standardet për ndërtim, e posaçërisht për institucion shkollor. Sipas Jusufit, këtë e dëshmon edhe raporti I entit për testimin e materialeve dhe zhvillimin e teknologjive të reja, Shkup, I cili e ka kryer këtë inspektim me kërkesë të vet banorëve. Kjo është një fakt se nataliteti te popullata shqiptare në komunën e Krushevës rritet dhe në automatizëm me atë paraqitet edhe nevoja që të ketë një kosh, një shkollë cilësore. Normalisht prej fillimin e kemi ditë se mund vije kjo ditë edhe ja erdh, ashtu që prej fillimi kur e kemi fillu shkollën, vazhdimisht jemi konsultu edhe me arkitektë të ndryshëm për planin se si do duket, jemi konsultu vazhdimisht me ekspert të ndërtimtarisë, me inxhinier të ndërtimtarisë, se si shembull të ndërtohet ajo shkollë dhe që ashtu me radhë. Gjithashtu, Jusufi tha se bojkoti do të vazhdojë derisa nuk marrin një përgjigje shpresëdhënëse se kjo çështje do të shqyrtohet ose do të zgjidhet. Jusufi kujtoi se politikanët shqiptar vizitojnë këtë fshat vetëm gjatë fushatës së zgjedhjeve. Me të vërtetë e pam se rasti filloi me të madhe të politizohet, ashtu që ne e kuptuam se nuk mund të vazhdohet kështu, nuk lejojmë që mbi shpinën të qytetarëve të Nerovës, të banorëve të Nerovës të ndërtojnë politikë, parti tjera ose dhe shumë e radhë. Prandaj thjesht dumi që pasi që u ndërtu shkolla, a ka shumë ndërtesa të tilla në nivel të shtetit, tani kërkojmë nga institucionet shtetërore. Fillimisht nga pushteti lokal, mandej edhe nga I pushteti qendror që shkolla të legalizohet. Lidhur me këtë problematik, kryetari I Krushevës, Toni Hristoski, tha për Alisate se do shqyrtohet çdo mundësi që objekti I ri shkollor mos të rënohet, por të vihet në shërbim të nxënësve dhe stafit të mësimor. Sipas kryetarit të komunës, rreth 90% e objekteve të fshatrave të kësaj komune janë pa plan urbanistik, përfshirë edhe objektin e vjetër shkollor ku nxënësit aktualisht ndjekin mësimin.